Mirë, ishim me kolegen ton Bleona Prengëza, e cila ka sjellë informacionet dhe detajet më të fundit të cilat vijnë nga apeli i posaçëm aty ku është duke u zhvilluar seansa gjyqësore në ngarkim të kryebashkiakut Erion Velia, i cili ka kërkuar nga ana tjetër që të ketë një ndryshim të masës së tij të sigurisë ose një zbutje të masës së tij, teksa ne do ta vijojmë diskutimin, do ta vijojmë analizën tonë sa i takon kësaj çështje me avokatin Gylsen Zhlima, i cili më është bashkuar në këtë moment në studio. Avokat, të përshëndes, faleminderit që sot në Fax News. Faleminderit për ftesën. Ashtu siç kanë qenë të gjitha zhvillimet e sotme, avokat, në apelin e posaçëm zhvillohet seanca në ngarkim të kryebashkiakut Erion Velia. Çfarë prisni ju personalisht të ndodhë me njerë pas të mbaroj fjalën e tij prokurori, pasi të dëgjohet vetë zoti Veliaj dhe më pas me tërheqjen e trupës. Ndërkohë, përpara se të lejoj që të vijosh analizën, avokat, dua të rikujtoj këtu jo vetëm për ty, por edhe për publikun i cili ndjek zhvillimet politike, që ka patur një sër reagimesh të shumta nga ambientet e burgut të kryebashkiakut Erion Velia, i cili ka vijuar me atë retorikën e tij agresive, ofenduese apo qoftë në një farë mënyrë edhe bullizuese, nëse mund ta quajmë kështu, kundrejt këtyre zyrtarëve të drejtësisë. Fjalët takon ty, avokat, dhe më pas komentojmë të gjitha detajet e tjera. Betejë gjyqësore bëhet në sallën gjyqësore dhe nuk bëhet në televizion, apo me lajme, apo me shkëmbime lajmesh, sepse në fund fare opinioni publik mund të ketë një reagim, por ti betejën ke ta bësh të bindesh gjyqtarin i cili po shqyrton masën ndaj teje, dhe çdo mesazh kërcënues ndaj prokurorit nuk është e mirë, sepse prokurori mund ta marrë si material referues dhe t'ia përdorë gjykatës, sepse kemi të bëjmë pikërisht me konflikt interesi nga ana e pandehurit në drejtim të prokurorit. Prokurori ka detyrë që të bëj hetimin, gjykata ka detyrë të jetë mbi palët dhe të jap vendimin. Për sa i përket pjesës masës së sigurisë, unë nuk mendoj se do të kemi një ndryshim mase sigurie ndaj zotit Veliaj, sepse zoti Veliaj ka pas mundësinë që në masën fillestare që mos ishte kaq shumë arrogant ndaj prokurorit dhe mos ishte edhe shumë arrogant nga pikpamja procedurale, flas për prishjen e provave, duke shkuar në Këshillin Bashkiak dhe duke thënë që unë u futa në regjistrin e gjendjes civile dhe nuk gjeta emrin Nesti Angoni. Që do të thotë në këto kushte prokurori është i detyruar të bëj patjetër veprimin më ekstrem, të kërkojë arrest në burg sipas procedurës penale. Zoti Veliaj nuk është këshilluar mirë nga avokatët, apo ai nuk ka dashur të dëgjojë avokatët. Pse? Se kemi një smundje në Shqipëri, dhe smundja është kur avokati të këshillon, ti mendon sikur je më mirë se avokati. Por avokati që të këshillon do thotë di diçka më shumë se ty. Për shembull, sot kemi edhe rastin e zotit Saljanit, ta përmendim. Më vonë, po për shkak se kemi rastin e zotit Veliaj fillimisht, nuk besoj do të ndryshoj masa, sepse vetë ata të cilët janë pjesë të kësaj trupe gjykuese, në masat të tjera të masës sigurisë nuk kanë bërë ndryshim ndaj zotit Meta, dhe rasti konkret i zotit Berisha, ky gjyqtar shkoi dhe bëri diçka ekstreme. Atë që kërkoi prokuroria dhe çfarë kërkoi pala, ai tha unë po vendos detyrim paraqitje zotin Berisha. Pra do të thotë që kemi një rast të tillë ekstrem. Po gjithashtu mos harrojmë faktin që sot jetojmë në një situatë ku drejtësia jonë e reformuar me thonjza nuk është e tillë. Për mua ka dyshime të mëdha në rast se bëhet drejtësi apo është thjesht një lojë e bukur, të cilën momentalisht ne nuk dim ku po vete, dhe në mas një kohë të caktuar, pra mund të jetë afatgjatë apo afatmesëm, të dalin dhe disa individ të pastruar nga filtrat e drejtësisë. Prandaj unë them që në masat sigurimi duhet të kemi patjetër rezervat tona, sepse janë masat të cilët nuk japin dënim, po thjesht janë masa provizore për të mbajtur hetimin dhe vjeshmërinë e tij dhe personi në fund fare të përgjigjet drejtësisë. Me pjesën e fjalisë së standardeve që është përmendur nga Partia Socialiste, duhet keni parasysh që u kujtua me vonesë Partia Socialiste, sepse ne këto standarde që përdoren janë standardet e 1976, që do të thotë masa e sigurimit, arrest në burg është ekstreme, por ne kemi thënë te faksi që janë ekstreme, por disa njerëz të tjerë në televizionet të tjera
kanë thënë që është masa më e mirë për zotin Meta dhe zotin Berisha. Pra kur erdhi flakat e zoti Veliaj, atëherë u kujtuan edhe disa analistë dhe disa avokat të thënë që patjetër duhet të dalë dhe zoti Veliaj sot, por nuk është e vërteta kjo. O duhet të jemi të gjithë të barabartë ashtu siç është praktika, ose ne duhet të shkatrojmë të gjithë sistemin e drejtësisë edhe ta rindërtojmë nga e para. Situata e krijuar sot është një situatë e cila nuk është e qartë, është e paqartë. Pse është e paqartë? Pse është e paqartë? Kryebashkiaku i Rrogozhinës është akuzuar për korrupsion, mos gabojmë. Kryebashkiaku i Vorës po ashtu që iku edhe u largua nga detyra. Vite më përpara, kryebashkiaku i Durrësit kryebashkiaku i Durrësit u dënua dhe ai. Kryebashkiak të tjerë të cilët janë, do të po thojë, në një nivel me zotin Velia për shkak se janë antar të Partisë Socialiste, drejtësia është përdorur në mënyra të selektive, që do të thotë një kryetar bashkie nuk mund të bëj për shembull një takim me një funksionar të SPAK-ut, sepse normalisht në rast se jemi në një precedent të tillë, sigurisht që kush ka konflikt interesi duhet të ndaloj palën tjetër. Kur thoni një kryetar bashkie ose një funksionar i një force politike në një takim me një zyrtar të lartë të drejtësisë, i cili në një farë mënyrë ka në dorë çështje të mëdha dhe presim që ky i fundit të bëjë një lloj gjykimi, për kë kemi fjalën? Ligji konfliktit të interesit detyron subjektin që vetë subjekti të kontrollojë dhe të ketë kujdes për konfliktin e interesit. Ajo çfarë nuk është diskutuar asnjëherë në shoqërinë tonë, janë disa foto që kanë dalë dhe unë i kam parë dhe jam shqetësuar. Ish kryetari e KLG-s me inspektorin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë kanë qenë duke drekuar bashkë me kryetarin e Komisionit të Ligjeve, zonjën Bushka. A kemi të bëjmë një konflikt interesi? Po. Që në një farë mënyre zonja Bushka është edhe përmendet në çështjen e zotit Veliaj në këtë rast. Po, asnjë nuk e merr në konsiderat të foto. Po ky është cenim. Pra, me kë është takuar edhe njëherë zonja Bushka që të kemi me zotin Metani dhe me ish kryetarin e KLG-s, që kanë qenë në detyrë. Po. Asnjëri nuk reagoi për këtë gjë. Tani ka dhe një rast tjetër, të cilën edhe unë e kam parë, duke parë nivelin e zotit Veliaj, normalisht Bashkia e Madhe është edhe ajo, Bashkia e Shkodrës. Më rezulton një foto që e kam parë, që asnjëri nuk del në publik thot, a është e vërtet apo nuk është, që normalisht që është e vërtet, se s'ket çati bësh, është kjo foto. Kryetari Bashkisë së Shkodrës, pak më lart foton. Po, i cili ka dalë me ish kryeprokurorin e SPAK-ut. Tani, nga lajmet që ne dim, qartazi, zoti Benet Beci, më duket se ka hetime, ose më mirë zhvillojnë hetime dhe ka kallëzime ndaj tij në SPAK. Tani, je themi që këtu në këtë rast mund të mos kemi konflikt interesi. Por ne e dim qartazi që zoti Benet Beci e ka të qartë që është në hetim dhe ish kryeprokurori e di shumë qartë që ky person, ky subjekt është në hetim. Përse duhet këto foto mos të kenë një hetim dhe një transparencë dhe një llogaridhënie popullore? Se nuk mundesh ti të thuash që jam i pavarur dhe të shkosh në të njëjtën kohë, kujdes ku është e gjithë praktika, nuk po them nga vetë, them nga praktika gjyqësore. Dhe ti kur të vinë një kallëzim penal për t'jap një shembull, udhton ti me avion supozojmë? Edhe ne të bashkë nuk jemi takuar në avion, po ti ke cilësinë e avokatit, unë kam të gjyqtarit. Ose në asjetas. Në rast se ndodh një problem, bëhet një kallëzim, një person mund ta marrë të mirëqen që ka ndodhur në këtë prokurori, që udhëtimi që kemi bërë me të njëjtin avion quhet korrupsion. E kanë bërë. Kjo praktik është e tillë. Pra, kur ti me avion apo me traget apo me autobus e vendos tjetrit të pandehur dhe ke dyshime ndaj tij, e dënon. Kjo ka ndodhur praktika jon. Po ky takimi këtu
A është takim dënues në aspektin qytetar? Që ta kemi të qartë edhe për kupton, publikun. pra, Në atë foto ndodhet Kryetari i gjendet- Bashkisë së Kukësit u kap me çfarë bëri me Mirë, video përpara se të seksuale? kalojmë Jo, tek- një sekond. Ja konvertuan, ja çuan në korrupsion. Më kupton? Po patur një provë reale që do të ishte korrupsion. Po s'pate as korrupsion, pate gjë tjetër. Po për opinionin publik ishte gjë tjetër, më kupton? Por ky këtu tani, asnjëri nuk e merr, as vetë opozita nuk e merr këtë rast. Pse duhet të dali kryetari i Bashkisë së Shkodrës me ish kryeprokurorin dhe aktualisht prokuror? Pse? Bëhet fjalë për cilin prokuror? Po Arben Kraja. Arben Kraja. Po, pse duhet të dalë? Pse po ta them këtë? Sepse nesër ne të dy udhtojmë në një vend, ai aty brenda abuzon, thotë jo, ju jeni të pandehur se keni bërë dikim të palishëm. Jo, ju jeni të pandehur se keni bërë korrupsion pasiv aktiv ndaj njëri tjetrit. Është praktike vërtet që ka ndodhur dhe kanë gjetë pafajësi njerëzit jashtë. Se ngatroi ish kryetari i RTS-s, duhet të dilte gjykata europiane dhe të thoshte ore kemi marrë kotat e aty brenda, sepse ai normalisht nuk ka bërë atë dhe keni te i kaluara fatet. Pra, nuk është një revolt popullore për rastin konkret, por është për pse kjo foto nuk ka një kërkesë llogaridhënie nga institucionet më. Sepse është shumë e çuditshme zotëri, të akuzohesh ti për një video seksual edhe konvertohet për korrupsion, të kesh konflikt interesi sepse kjo prokurori po të heton, më kupton, po të heton. Tani nuk e di, a është i fashëm apo është puna e vet. Dhe ti bën një takim të Se ne tillë. flasim shpeshherë për prezumim pavajësie, por gjithsesi një person në tim s'mund të takohet me asnjë lloj funksionari Por të nuk lartë të mund të drejtësisë. takosh se je në konflikt interesi. Imagjino mua të takoj me një gjyqtar dhe një prokuror ku kam një çështje të përbashkët me te, ose ku kam një çështje që është në Nuk varësi shkon. të prokurorit. Nuk shkon. Po nuk shkon kjo gjë. Dhe këtu ashiqare të del ky fakt dhe asnjë nuk e merr dhe ta bëj jo vetëm lajm, sepse kjo është lajm i vërtet. Ka vetëm një televizion për shembull, Faksi dhe Ora News, marrin rastin e fotove që ka bërë zonja Bushka me inspektorin e lartë të drejtësisë dhe me ish kryetarin e KLG-s. Është konflikt interesi i pastër. Si do të shkojë një qytetar te këto institucione të ankohet për gjyqësorin? Si mund të shkojë një qytetar te këta individ të ankohet për prokurorin? Dihet që do bëhet mos pranim ankese. Po këto nuk e bën unë si avokat, të duhet të dali Berisha. Ku është Berisha të dali për këtë? Të kërkoj llogari. Del me letra anonime, jo. Kemi patur Këtë deri në sot kod, një ky reagim. kod, ky kod, ky kod. Ku del me këtë? Kjo është më e tmerrshmja nga të gjitha. Nuk është zotri, a do të fus 1800 në burg apo jo. Është më e tmerrshme që ke individ të cilët nuk llogarisin për konfliktin e interesit. Po Avokat, më fal, po. të them diçka. Nuk kemi të bëjmë deklarimin e konfliktit të interesit, por puna është derisa të pastrohet dhe të dali personi, pra në kuptimin të merrti proceduar, mos të merrti proceduar, të dalë një deklaratë spaku të thotë a ka procedim ndaj këtij personi apo jo, sepse në lajme qarkullon që ka procedim ndaj këtij personi. Pra nga ky person që quhet kryetari i Bashkisë së Shkodrës. Dhe këto foto janë shqetësuese për zhvillimin e pavarësisë. Pavarësisht. Duhet të kemi një institucion të pavarur dhe nuk mundesh ti tani të shikosh këte foto dhe të mendosh për pavarësi. Nuk ka. Kjo nuk ka, por nuk ekziston dot pavarësi. Dhe rasti tjetër që fusim në burg të gjithë dhe mbajmë jashtë burgut shokut tan, se kjo foto kështu tregon. Ti jemi realist. Dhe përveç kësaj, a është kryetari i Bashkisë së Shkodrës? Po. A është i fuqishëm? Po, Sepse një herë më ke bërë pyetjen, kaq fuqi që ka Erion Velia, pse është në këtë situatë? Sepse në atë situatë edhe ai ka qenë i privilegjuar. Po edhe ky mendon sikur është i privilegjuar. Por duhet një herë për gjithmonë në Shqipëri të vendosim një standard. Dhe këtë standard ne kemi thënë ditë për ditë në televizionin tuaj. O plepa 2, o pa plepa. Se këto rezultojnë plepa 2. Këto janë me zë dhe me figurë, janë plepa 2.
Nuk e di, unë jam i shqetësuar. I shqetësuar jam edhe me faktin që sot një avokat amerikan shkel në gjyq ku nuk lejohet të shkelësh në gjyq. Pse ka zgjedhur zoti Veliaj që Është e ketë një gabuar. përfaqësi të një Nuk avokati mundet. të një shteti tjetër, pavarësisht se kodi dhe ligjet këtu e ndalojnë. Po e ndalojnë, çfarë? Ne ndalojnë. Po mirë, po Si të marrën shokën nga rruga e të them hajde futeni se po shkojmë bëjmë një për punë të çfarë ka brenda. bërë këtë lloj lëvizje zoti Veliaj? Zoti Veliaj dhe çdo zoti Veliaj mund të ketë avokat të huaj që të merren me dosjen e tij në gjykatën europiane, me gjykata të ndryshme të botës, aty ku lejohet, por në Republikën e Shqipërisë asnjë avokat i huaj pa licencë dhe pa një bashkëpunim me NIP me një avokat tjetër, po jo të bëhet sot nesër, kupton? Do kohë kjo gjë, dhe pa kaluar testimin që kemi kaluar të gjithë, normalisht ka të drejtën e tij legjitime të futet. Por kur edhe nuk di edhe gjuhën, si do të përfaqësoj zotin Veliaj në gjykat? Dhe çfarë presioni është ky haptazi? Urdhro, edhe ky presion quhet. Prandaj e more këtë situatë se është alarmante kjo gjë. Dhe të gjithë qeshim se kemi të huaj, të kemi të brenda për një sekond. Unë nuk shkoj në gjykat dhe themi sa të huaj kemi këtu brenda që bëjnë shtetet këtu brenda. Jo, kemi gjë tjetër. Ne shkojmë aty, kemi një gjykatë shqiptare, çfarë ti them unë gjyqtari, të flas anglisht, po nuk të lejohet të flitet anglisht sepse duhet se si avokat duhet të flasësh në gjuhën që duhet. Pra, duke marrë në këtë situatë dhe duke i dhënë kësaj situate një përgjigje të qartë, pavarësia nuk është thjesht fjalë e thjesht që e themi. Duhet edhe të bëhet në praktik. As ky i huaj është amerikan, është i Trumpit ta marrë avokat të gjyqjet që ka atje. Trumpi është president të Republikës, është president i Amerikës, është për Amerikën, nuk është për Shqipërinë, me sa di unë. Pastaj, pjesa tjetër, kërkesat që bën palët në procesin e seancës masës sigurisë janë të drejta të procedurale. Për këtë nuk e mohojmë. Kanë kërkuar të hiqet të masës sigurisë, patjetër pse mos të hiqet. Kanë prova, patjetër pse mos të bëhet. Pse gjykata duhet ketë presion, a është i Trumpit, a është i Bidenit? Po unë po them ty që pas 4 vitesh, Veliaj mund të gëzoj nga rasti që mund të bëhet një ndryshim rotacion në Amerikë. Çfarë do presim ne këtë kush do vi avokati Bidenit apo kush Biden atje dhe vit pastaj të ndryshojnë këta mendjen këtu brenda në Shqipëri? Pra, kaq ashiqare na thënë në çiçeka sistemi i drejtësisë, pra do të thotë kaq shumë barum që kanë ato të brenda? Avokat, nëse do t'i vendosim një emër situatës në të cilën ndodhemi aktualisht, qoftë situata politike, qoftë pragu i fushatës elektorale, ndryshimet e një pasqyrshme për të cilat do të kemi mundësi të diskutojmë në hapësira të tjera, apo qoftë edhe situata e drejtësisë, si do ta përkufizonin? Çfarë është duke ndodhur në Shqipëri? Sepse ka kaq shumë zhvillime sa nuk dim nga t'ja kapim, ku ta fillojmë e ku ta përfundojmë. Edhe unë kur më bëni ju pyetje, them nga tani se s'di nga tani. E vërteta është kjo. Situata është e tillë sepse pikërisht aktorët tanë politike kanë zgjedhur që betejët politike nuk do t'i zhvillojnë në parlament dhe i kanë zhvilluar në sallat e gjyqjeve dhe në prokurori. Dhe kur politika largohet nga politika edhe shkon tek gjyqësori, dihet që aty nuk ka asnjë mundësi që çdo palë të ketë atë përfitimin e vet. Dihet qartësi që një palë do jetë e fituar dhe një palë tjetër do jetë e humbur. Kemi një kaos, por nga ky kaos unë jam i bindur që kemi të bëjmë me marrëveshje politike. Sepse mos harrojmë faktin, 26 korriku 2024-s ishte një marrëveshje midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Sapo arrestuar Erion Veliaj, kishim një marrëveshje me 108 votat Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Sapo kemi një zhvillim tjetër të madh, kemi një marrëveshje me zvoglimin e afateve të kodit zgjedhor nga Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Gjithashtu do të kemi edhe një marrëveshje të fortë midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike pas zgjedhjeve të 11 majit. Pse? Sepse pikërisht Partia Socialiste dhe Partia Demokratike kanë qenë në çdo kohë në marrëveshje me njëra tjetrën. Dhe pse në marrëveshje me njëra tjetrën? Sepse situata politike në vendin ton ka treguar qartësi. Ndërtimi i reformës në drejtësi ka qenë gropa dhe ndryshimi i reformës në drejtësi përsëri do krijojë gropa. Por ama
do të krijojë mbrojtje të posaçme të liderëve të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Pyetja e fundit, minuti i fundit, avokat. Dua të ndalem pak tek një frazë e kryeministrit që tha amerikanët janë larguar tashmë nga SPAK. Vërtet janë larguar amerikanët nga SPAK ose përfaqësia amerikane në SPAK dhe çfarë presim në vijim po nga kjo strukturë? Amerikanët nuk janë larguar nga Republika e Shqipërisë, është larguar momentalisht Fondacioni Soros dhe OJQ, Qylaxhish, OJQ që kanë bërë masakra duke marrë para dhe duke mos dhënë asnjë produktivitet në shoqërinë shqiptare. Këto Amerikanë po janë largu, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO nuk largohet kurrë nga rajoni, nuk largohet kurrë nga Shqipëria. Thjesht ata të cilët mendojnë se Shtetet e Bashkuara largohen nga Shqipëria e bën thjesht për të dhënë tek Serbia mundësi që ajo të sulmojë Kosovën. Prandaj, ne si popull duhet të themi që kurr nuk largohen Shtetet e Bashkuara nga Shqipëria. Amerikano, kanadez-australian, kanadez dhe marokien dhe afrikan mund të largohen kur t'i doj qefi. Kufiri është i hapur, liria e lëvizjes është e hapur, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si flamur dhe si entitet dhe si gjë më e rëndësishme që ka dhënë popullit shqiptar, nuk do të largohen kurrë. Të falenderoj shumë që ishe sot në Fox News, të falenderoj për gjithçka që përcolla. Faleminderit për ftesën. Ne shkëputemi në publicitet.